يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jalla, të falenderojmë për i tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet e tij ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Herën e kaluar, edhe pak të parakaluarës, jemi duke folur për ato se fëmijët e pabesimtarëve, nëse vdesin në moshën madhore ku kanë vendin. Edhe përmendëm një mendim që thanë ata janë në xhennet. Edhe kë mendim i fuqishëm. Pastaj përmendëm tjetër që thanë janë shërbëtorët e xhenetlive, fëmijët e pabesimtarëve bëhen shërbëtorët e xhenetlive në xhenet. E përmendëm këtë mendim dhe argumentet e tyre. Dhe përmendëm mendimin tjetër, thamë që ata do të jenë ditën e gjykimit në ashabul araf, në mes të dy, në mes xhenetit dhe xhehenamit mbesin çato. Por thamë që konkluza është ata mbesin për një kohë. Se edhe që ata njerë që janë në Araf, ditën e gjykimit, në atë kodrinën, mes xhenetit dhe xhehenamit, edhe ata kemë hinë xhenet. Pra apet po i bika fëmijët në xhenet. Këtë tri mendimet e para, disa i shtenën me një mendim. Ndash të mëdhaj bohen, ndash mentin të vogël, ndash shërbëtor, ndash në Araf kryesore po mbetet që janë banor të xhenetit, fëmijët e pabesimtarëve. Por të atim që këto, unë këtë temën pak jam të sjell pak më shumë të trajtu, që në të ardhmen, jo për shumë çit temë, mos mu lodh tallakoti dhe të baj hulumtime se si kanë thonë. Por çit temë, nëse rrumbullaksin ato çka po dojnë me thonë fond, mendoj që ju s'ka nevojë më kthy më për ti kop na një herë librave, ato lem na mua. Ata kam lodhën lem na mua, e jo tani veç keni mingu. Qitë që këmë folë, edhe kalani shumë shpejt. Një kohë që i mu mi ka marë disa të halakatë të kënë që temë, jo e kryni me një mazdit e të piqaj. I të bëni tërk, edhe të kënë gani këto. Ndërsa, për këta dhe, më duhet mi prunga të mendimit se është tema pak ma e kuklavitur. Por mendimi i radhës, se a thu ku do t'jenë, është se fëmijët e pabesimtarëve thoi një grup i dietarëve se ata do t'jenë në zjarmin e xhehenamit. Fëmijët e pabesimtarëve, nëse vdesin fëmijë në moshën madhore dhe janë të familjes jo muslimane, janë familjes krishtere, jehude, zjatpotiste, budiste, krejt ato janë nëse vdek fëmija i vogël, është në zjarmin e xhehenamit. Po fillimisht, edhe pse vdes i vogël është në zjarmin e xhehenamit. Ku mbështeten këta? Kush janë mas pari këta dietarë? Prej tyne është Ibn Battah. Është për kokave të Ehlusunnetit. Është Ibn Battah, është Al-Qadi Abu Ya'la, për këtyre që kanë ndjek të mendim. Dikush ja ka adresu këtë lloj mendimi si është edhe një prej fjalëve të Imam Ahmedit. Por Sheikhul Islam Ibn Taymija, kur e ka sqaruar që fjalën veç të Imam Ahmedit, ka on konkluz, ka thonë se kjo është veç keq kuptim i teksteve të Imam Ahmedit, i fjalëve të Imam Ahmedit se nuk e ka thonë Imam Ahmedi këtë fjalë. Por, a ka në kush grup të nxënësave të Imam Ahmedit, gjeneratës e kanë thonë, shokëve të tij e kanë thonë këtë fjalë. Ndërsa, një fjalë interesante ka thonë Neveviu, ka thonë që qëti mendimi janë shumica e njerëzve. Neveviu ka thonë. Shumica e njerëzve janë të këtij mendimit se kur fëmia i pabesimtarëve vdes i vogël, vendin e ka në xhehenem. Ndërsa Subki ja ka bërë replik fjalës së Neveviut. Ka thonë kjo fjala Neveviut fihi nadhari thojnë. Ka alayhim selam. Nuk është për të marrë, se nuk është e vërtet që shumica e njerëzve kanë thonë kështu. Pas Subki në fetovat e tij ka bërë replik që s'është e vërtet, ta po flas për gjeneratave të hershme. Këto kanë njerëzit. Po cilët janë argumentet? Bes. Cilët i kanë argumentet? Soni pibi do njerëzit, po mesela kur është për shembull
grup i dietarëve për shembull thonë kështu, grup dietarësh thonë kështu, më ndrysh, një grup tjetër thonë më kështu. Atëherë na nuk kopme tani më në fundit çka e tha dietari këtu. Por ku u mbështet, për shkak se pas ka fjalë të ndryshme brenda kornizave të ehlisenetit. Atëherë këshirmi cili i ka argumentet më të forta në mesin e këtyre grupeve që kanë folur, se krejt këta që kanë folur, jenë mbështet diku në argumente. Se dietarët islam se kanë adet me fol pa argumente që mjakris. Mjakris mundi popullata e thjeshtë. Popullata e thjeshtë kanë herë jakris tak që shtu Zoti ka thonë ku në fytyrë të kus ajo që ka thonë Zoti se ekziston e gjon bëhet një popullatës thjeshtë. Kështu pejgamberi kish pas thonë, pa thonë korrekt. A më kështu të dietarët nuk ka. Ata kur të thonë një fjalë, mbështesin në ose thonë ka për shembull popullatë thjesht, thotë kjo haram është. Pa kon haram ajo. Kush pa i thonë fytyrë të ukës, që kësaj është haram, ai thot haram. Që kjo halal, pa i thonë kush halal i thot. Kështu dietarët nuk veprojnë. Pra ku i kanë argumentet? Tash na duhet më kështu më mbështetin argumente. Deri që tashti, ta herë për këtë mendim, deri që tashti dietarët keq ato tri mendime që i mbledhëm, e vendosëm në një mendim të vetëm, thanë se fëmijët e pabesimtarëve ku të vdesin të vegjël janë në xhennet. Mendimi kjo po thoj ka tash jo nuk janë në xhennet, po janë në zjarmin e xhenemit. Ha ku po mbështeteni tash ju pra? Mas pari po mbështetemi thot në hadithin që e sjell edhe Buhariu dhe Muslimi. Vjen prej Sa'd ibn Jathame, sahabik. Thot e pyetëm pejgamberin e selam. O i dërguar i Zotit, po na rastis ndajherë në ekspedita të luftës. Po na rastis ndajherë me thon plumi ata se kanë pos plumin. Po shigjeta jon, po e rrok edhe një fëmijë pa besimtarëve se na sumpemotmi shigjetën shtizën. Sumpemotmi kanë rrok, e pe rrokën ai fëmijë pa besimtarëve. E çka të bojnë po na dhimin shumë. Ata janë fëmijë. Pejgamberi alayhis salam tha, hum minhum. Ata janë prej tyre. Kjo është në Buhari Muslim. Në Muslim është hadithi hum min abaihim. Ata janë prej baballarëve të tyre. Këto dy hadithe janë si argument që ata janë pa besimtar sikur prindërit e tyre. Ky është argumenti i pari ty në këty grup dietarësh që po thonë se në xhenem. Mirë, po këtyre me ju drejtu këtyre dietarëve me thonë, po këtu dy tekste po flasin për fëmijët në dunjë. Ne jemi të fol për fëmijët e pabesimtarëve në botën tjetër. A me shku në xhenet në xhenem për çatje. E këtu dy tekste që i përmenda po flasin për fëmijët e pabesimtarëve në dunjë. Thonë po, në rregull është se në fakt fëmijët e pabesimtarëve në dunjë llogaritën pabesimtar s'ka dy fjalë. Tu s'ka, hadithet të janë qarta. Ndërsa veç të lasha është për botën tjetër shka me thonë. Ju bëtë replik këty dietarëve se këta po flasin për çështje dunjos të dy tekste. Mi pa ato njerëz, për dunjos po flasin për këto hinë dhe dunjos dhe të ahiretit. Pra ka pak fjala për rini, argumenti i vërtet dhe që ato. Po ka pak fjalë që mund më keq kuptu teksti. Argumenti tjetër është një hadith që vjen prej Selamete ibn Zeid al-Ju'fi. Thot shkova një ditë për ditëve, une me vllavin tem tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe i tham, o i dërguar i Zotit, e kena nëna jon ka pas vdek në kohën e ignorancës, në gjahiljet. A mathet, ka qenë jo vish pse ka qenë nëna jon, po ka qenë grua e mirë. Thot, ajo ka qenë një gru që i ka mbojt lidhjet fare fisnore. Edhe i ka bon respekt veçan musafirit. Nga teksti kuptuhet, se ndinin du, një kam pas foqitu, që me mbojt lidhjet fare fisnore është obligim. Por edhe respekt veçan musafirit prej vepërve të mëdhaja që ka shpërblimi këna pas përmen edhe këtu. E i tha i dërguar i Zotit, a i sjell në i sen dobi, që ora pishe, ka bon veprat mira. Në atë zamonin e gjahiljetit, para se me orë pejgamberi atëm, me i mojt lidhjet farafisnora ka modhe. Kjo ku gjithë, edhe të natë në islam është shumë.
Po kjo ka qenë dhe më herët vepër e madhe mirë. Por i ka mbajt lidhet fare fisnore, por edhe një herë i ka shërby, i ka bon shërbim të veçantë musafirit, ku ti ka ardhur. Se ka lënë musafirin që atje në qysh, rreti që atje se une po këshyri telefonin që knena. Jo, i ka bërë asoj veçantë musafirit. Po tashti, veprat mira pas ka bon. A i sjellin, tha, i dërgumi Zotit, na i sen dobi që tu veprat mira, nonës tënë të ka Allahu Azza wa Jall. Shka tha pejgamberi? Tha la, nuk i sjellin dobi kur gjo këtu, por nga që kje kuptohet, duhet ta kuptojmë, edhe pse që tonë që pëtham duhet ta kuptojmë, po del për temës të, po vishë replik për bi qështu, që nuk duhet ka i herë të rrshet goja jonë. Njoni, për shembull, që ditet, ajo është i pafej, krejt, ma ish burri mirë. Ato garantë Zoti ka me shpërbly. Pse? Ai pafej ish, pa i padhon kësa dok, ai po bajke mirë, ai po nëreshke rrugë, ai po nëreshke shkolla, krejt në regullit, vepra si vepra në të mira. Edhe të nanës këtyre dy sahabive, kur shkum të i pejgamberit, edhe ato kanë vepra të mira. Por a i sjellën dobi, për në ahiret po flasmi, ju. Nuk i sjellën dobi. Edhe njëri sot mund me bo vepra të mira, por s'ka besim. Nuk i sjellin dobi. Për në ahiret si sjellin dobi. Po për në dunjo mundet Allahu m'ja lehtësu, me pos një jetë pak më të bereqeshme, me pos të mira. Okej, në dunjo në rregull. Ja vënën dënimin, s'jep me një herë, ja le dënimin për në ahiret. Që me thonë ti ke bon veprat mirë, po edhe në jetën të pata bon të mirë. E për kënej s'ke bo kur gjësë është dush me pos besim për me po kënej. Dolmi për kje ke kështisë. Edhe i thanë, i dërgumi Zot, a i sill dobi nëse nonës tunë që tu? Tha, pejgamberi ju. E kur tha ju, këta dy sahabijet, ose sahabiju ky me vllavin e vet, thanë, i dërgumi Zotit, po edhe një diçka nona ju në ka pas bon. Tha, çka? Na ka pas lind një motër. Edhe ako e njoftur, tek në ignorancën e hershme, para se me orë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur kanë lind vajza shumë herë. Nësa gjithë herë jo, vetëm se shumë herë i kanë mbytur vajzat e vogla. Vetëm se ka lind vajzë. Edhe a di çka ka bëjë interesant, e bi si rast. Ako një grua në lindje, ka rastisë edhe kështu. Ako në lindje, edhe se atë s'kem pos spitalet si të na. Po edhe babalor të nona tuna, në spital rrollë në një, se në shpekjen në kry. Ndërsa e kam bo një grup. Edhe ka hi ajo në grup. Në është në momentet lindjes, lëgërit, në momentet lindjes. Ka hi në grup, edhe ka prit deri sa ka lind. Që së interesant? Njerëzit do rritit të afërme të sojna, i kenajt në atë grupës. Që në lindë djallë, e merë në rëk, edhe ngrehin edhe qesin jashtë për grupës. Me bo me lind qika, dhe që ka ndodhë shumë herë. Kur t'ja këshur historinë e gjahilijetit që ka shku, ka lind qik, e ka pos një qik, i ka zgot durët, ja kënë kop durët, e kënë qitë për grupës, e kënë mbulu me dhej. Vetë se ka lind qik. E ky sahabi ju thëtë shkuva me vllavin tem, edhe i tha më i dërgumi Zotit. Pa aja që shtë nga ka pat lind një mëtër e vogël. Edhe ajo, shikur që shpatën bojnë ignorantët e me hershëm, në gjahilijet, tha e myti. A i sjell dobi nëjsen që kjo asaj. Që ka shtë teksti. Por kjo në hadithet janë vërtet dojnë, po është njën e kuptim për marë që mësë me asgjeruju më të dorë me për hadithet. A i sjell nëjsen dobi asaj të voglës tënë, fmi, se jem të folë për fmin. Kuptuat hadithi. A i sjell nëjsen dobi. Që ka do në thëtë kjo? A ko mundësi nesër pro? Kur del para Zotit, me thonë e Zotë, vëlloj, une kishna jetu, kishna qenë në grua e mirë, qike mirë, a i sjell dobi, a e folë Zotit? Kjo është njën e për kuptimeve. Hajde që. Hadisja këta i pejgamberi alayhi salatu tha, al-waidetu wal-maw'udatu fi an-nar. Tha o shokët e mi, vrasësja në na juaj, vrasësja, edhe ajo vajza, ajo motra juaj e vëramja, e mbytura, janë zjarë në xhenemit. Illa an tudrika al-wa'idatu al-islam fa ya'fu Allah anha. Veç nëse nona e ju ta kishte arrit islamin, edhe kërkon falje, Allah ja falë. Islamit i fshin, të këshia të kaluara që ke post para islamit. Ja tha si argument pejgamberi. Hadithi më do të sharim, por shumë por veç një pjesën që ka mu më interesej me prunë të kjo. Qëllë është kjo? I tha fëmia
e asoj mushrikes idhujtares që ka qenë nonës ju, edhe aja nona që pas ka mytë, që ka qenë hale pa fe, edhe fëmija në zjarën e xhenemit. E kuptut? Por kjo hadithi është argument për këta ka sidhe me Mahmedi, Tajalesiu, Al-Bukhariu në Tarikh al-Kabir, ju në Sahihën e tij, edhe të tjerë, nëse Ibn al-Qayyim ka thonë është i vërtetë, edhe Subki ka thonë është i vërtetë, shkruva. Hadithi ky i vërtetë. Edhe ky koç është i argument i fortë se fëmia pashikë, por që me smihimi me detajus se tema detajimi na vin për në tarmen, që të fëmijë dietarët e hadithit, a di çka thonë që? Thojnë është khas i veçantë. Ka fol pejgamberi për një fëmijë të veçantë, jo të përgjithësuar. E kuptot? Domo për një të veçantë. Si do të jetë, këta që e morin si argumenta dietarë që përmendën në fillim, këta thonë një veçantë i pa veçantë, që kjo ka argument atë fëmijët e pabesimtarëve si të vdesin janë në zjarmin e xhenemit. Edhe hadithi tjetër që si Abu Davudi, që për Ibn Mesudit se ka thonë pejgamberi sallam, al-wa'idatu wal-mu'idatu fi an-nar, edhe të mbytur tekst tjetër kë, e mbytura fëmia i mbytur edhe në kohën e ignorancës, fëmia i mbytur edhe aja që kanë mbyt janë në zjarmin e xhenemit. Edhe ky tekst i prej. Ndërsa njohen as më i fortë si argument i fortë në kuptimin e parë si tekst. Cili një ditë për ditëve Aisha radiallahu anha janisi po flet në prezencën e Aishës ju përmendshin fëmijët e mushrikinëve, fëmijët e idhujtarëve, fëmijët e pabesimtarëve. Ne jemi të fol fëmijët e pabesimtarëve ku e kanë vendin. Ky grup tash u shtypuru argumente se na i thonë në xhenem dhe që argumentet. Edhe ju përmenen, a di çka i tha pejgamberi, çka i tha Aishës, bashkëshortës vet. Tha Aisha, in shi'ti asma'tuka tadaghiyahum fi an-nar. Nëse dush ti Aisha, unë lës Zotin edhe ti i nin bëritmat, piskamat e fëmijëve të mushrikinëve në zjarmin e xhenemit. Nëse dush. Nëse dush, unë lës Zotin edhe i nin. Çka kuptohet teksti? Se kënë zjarë. Dhe vërtet që ky si tekst është ma i përgjithshëm, është i përgjithshëm, edhe si i prejm. Se ata kënë zjarë dhe këto ka si dhe me Mahmedi, Tajalesiu edhe të tjerë. Por problematika është të që ky tekst. Si kur tishte ky i vërtet, ma letë kuptuan sanet. Edhe ka mujtë letë me anu nga që ky mendim. Ndërsa ky transmetim që e pruna e ka një transmetues e ka emnin Abu Aqil Yahya ibn al-Mutawakkil. Edhe kjo është i dopt. Transmetues këti kanë thonë shumica dietarë kanë thonë fort i dopt. Edhe disa bile kanë thonë si Ibn al-Qayyim ka thonë ky hadith jo i dopt, po i ka thonë fort i dopt. Dhaifun jiddan. E di që do terme për do tri janë të rona, po i vjen ashtu dikujt tjetër. E kur thuhet në shkencën e hadithit se ky hadith është shumë i dopt, zbohat ai hadith i mirë kërë. Me konë veç i dëpt, hadith ish i dëpt. Ka mundësi në jetë e më hadithinet, kur mbledhen do rrugë, bëhet i mirë me mbledhjet rrugëve. A më fort i dëpt, zbohat i mirë kërë. Prandaj kjo hadith, si kur të ishte, i vërtet, për me argument është i fort, por problematika ekziston se ose i thanë është fort i dëpt kjo hadith. Edhe nuk pranohet. Këtu janë argumentet më të forta që ata i kanë. Pra i pasen argumentet në ato se nëse vdes fëmia i pabesimtarve, është në zjarmin e xhenemit. Hajde bi shkurt njerë. Në fillim i kanë përmend, për shkak të do po vimi vonesë. I kanë përmend fillim se një grup i madh dhe argumente të forta pranën se fëmijët e pabesimtarve kur të vdesin janë në xhenet. Do të tjerë thanë që fëmijët e pabesimtarve janë shërbëtorët e xhenetlive. Do fëmijë në xhenet, të binë gutat, të binë me ngrone, me pije, qumë është e mjallë, xhenetit, se në ti, shka ti lëpës, ati fëmijës dvagil. Hej, binë më të shka në xhenet, jo që ti ki nevoj mo, po vish për relaks, për qef. E që ata fëmijë, thanë grupi 2 që janë fëmijët e pabesimtarve. Grupi 3 thanë se ata janë fëmijë që kanë me met në Araf, në atë kodrinën, në mes xhenetit dhe xhehenamit.
Këtë thanë. Edhe këta që mesin kodrin, pi përsëriti për do më jungulit dhe për shkak që s'ke nida, edhe ata që mesin kodrin, mas një zgjatje kuhësh, atë në ditën e gjykimit edhe kur hin njerëz në xhenet xhenem, edhe që ata në kodrin kanë me hin xhenet. Edhe dikush tash i përmbledhi këto 3 mendime thanë, që të 3 mendimet po e sjellin ato se kënë fëmijët e pabesimtarëve në xhenet. E ky mendimi i 4 që e sjell sot është e fëmijët e pabesimtarëve që kanë zjarr. Në zjarmin e xhenemit. Dhe këtu kanë argumentet. Po argumentet tyne janë të forta, vërtet, por që dojnë sqarim. Argumentet këtu, të vërteta të forta janë, por që dojnë sqarim. Dhe janë mendimet të tjera se si cila është më e sakta. Kjo në këtu që i përmenda që kanë punë si mendime, por nuk janë më të saktat. Më të saktën do të vijë në derset e radhës, inshallah. E tani me po dhe jo se jo të fundit e mani veç që ato të fundit. Cili është i sakti që kë, mane men tani që ato, ma hales kemi orte që i sakti. E lusmi Allahun të na falë, të na mshiran, lusmi Allahun azza wa jalla në xhenet me pejgamberet të na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.